kuptojnë. Sot 85 vjet, ai po I bën nëmshim në jetën e vërtet dhe ne jemi këtu edhe sot po përkujtojmë. Patër Gjergji, të parën gjallë që I shkoj mendja me bën që pa shqiptarët u mungonte një këngë si Lahuta Mërcis, u mungonte një këngë simbol, të cilën popujt tjerë këngët e tilla I kanë ndërtuar para 2000 e 3000 vjetësh, para 800 vjetësh, kemi në Spanjë, edhe në Gjermani. Shqiptarët u ra rasti që ta bëjnë të fundit, s'kishte dalë më përpara një Patër Gjergj tjetër me bë, dhe e bani Lahutën e Mërcis, tamam për si ilaç për shpirtin e shqiptarëve, mi I bë me dashur dhe ai u foli për Shqipëni kur Shqipënia nuk ekzistonte. Kjo është gjaja. Filloi më ndërtu mas Lahutës, filloi më ndërtu Shqipëria. Ne sado që I përmendim epitete superlative, kur nuk më të mërim me perifrazu se kush ka qenë me të vërtet për komin shqiptar Gjergj Fishta. Statistika krijuese, segmenti kohor kur Fishta shtjellon gjithë krijimtarinë e vet literare, janë viti 1902 kur për herë të parë po themi boton këngën një prej këngëve të Lahutës Mërcis, pa përmend ndonjë krijim tjetër të mëhershëm, dhe mbyllet me kur mbyll syt rrnestje e Çekut te ajo lirika, përmbledhja lirike e fundit, por në fakt ndoshta një kufi punor këtu I krijimtarisë të tij vlen të përmendet edhe ai kunorzimi I botimit të Lahutës Mërcis në vitin 1937, ndoshta është gjaja momenti më serioz I krijimtarisë artistike letrare të Fishtës. Figura e tij është e madhe, sigurisht nga ana kulturore, që I keni cekur edhe ju, por për ne, si dioqez nga ana shpirtërore, si prift, si frat që ishte, normal ndoshta ne vlerësojmë më shumë punën e tij shpirtërore, baritore në këtë dioqezë, në kuvendet ku ai ka qenë I pranishëm. Mendoj që përveç aspekteve letërare, kulturore që të tjere do t'i cekim, për mua është shumë e rëndësishme që t'u kujtoj e të paktën në mvizoj një aspekt që ndoshta është tamam për ne të krishterët. Fakti që atë Gjergj Fishta na kujton që të krishterët pikërisht sepse njohin dashurinë e Zotit, pikërisht sepse e duan fort Zotin, Krishtin, kudo që kanë qenë, kanë dashur gjithmonë vendin e tyre.